Mirë se vini, sot do të zhytemi në një nga idetë më themelore, por edhe më të debatuara në ekonominë moderne. Do të shohim se si mendimet e Frank Knight, edhe një shekull më vonë, janë ende tepër të rëndësishme dhe vazhdojnë të na sfidojnë. Le ta nisim me një pyetje që na prek të gjithëve. Sot, në këto epokën e big datas, të inteligjencës artificiale, duket sikur kemi një bindje të plotë se çdo gjë mund të matet të parashikohet, apo jo. Sikur po të mbledhim mjaftueshëm të dhëna, e ardhmja do të bëhet të qartë si kristali. E po, Frank Knight kishte një këndvështrim krejt tjetër, një skepticizëm të thellë që na fton të reflektojmë. Kthehemi pas në kohën në vitin 1921. Në librin e tij epokal, Risku, Pasiguria dhe Fitimi, Knight hodhi një bombë intelektuale. Ai tha diçka revolucionare. E ardhmja nuk është thjesht e fshehur pas një përdeje që mund ka heqim. Jo, pjesë të saj janë thelbësisht, rrënjësisht të panjohshme. Dhe ky nuk ishte thjesht një detaj i vogël, por një ndryshim themelor në të gjithë mënyrën se si e mendojmë ekonominë. Dhe gjithë kjo ide e madhe e tij, në thelb, bazohet tek një dallim i vetëm, por jashtëzakonisht i fuqishëm. Ai thotë se ekzistojnë dy lloje krejt të ndryshme të së panjohurës. Të kuptosh këtë dallim është çelësi për të hapur të gjithë botën e tij teorike. Pra, së pari, kemi atë që ai e quan risk. Këtu gjërat janë pak a shumë të qarta. Probabilitetet janë të njohura ose të paktën mund të llogariten me një farë saktësie. Mendoni për një kazino. Ata nuk e dinë se ku do të bjerë topi në rulet në rrotullimin e ardhshëm, por ama i dinë saktësisht, matematikisht, shanset për çdo numër. Kjo i lejon të menaxhojnë lojën. Risku pra është i matshëm. E pastaj kemi pasigurinë. Këtu rregullat e lojës ndryshojnë plotësisht. Bëhet fjalë për situata ku probabilitetet thjesht nuk mund të llogariten. Pyetje si a do të ketë sukses një biznes krejtësisht i ri? A do të ndryshojë një teknologji e re gjithë industrinë? Këtu nuk kemi të bëjmë me probabilitete të vështira. Shpesh nuk ka asnjë mënyrë për t'i llogaritur ato. Pasiguria është e pamatshme dhe pikërisht në këtë territor ndodhin gjërat e mëdha. Ja, le t'i vëmë përballë njëra tjetrës që ta kuptojmë më qartë. Nga njëra anë, risku është si një lojë me zar, një problem matematikor. Nga ana tjetër, pasiguria është si të hapësh një restorant të ri, një problem gjykimi. Risku mund të menaxhohet, mund të sigurohesh kundër tij. Pasiguria ama kërkon diçka tjetër, kërkon gjykim, intuit, e madje dhe guxim. Ky dallim është absolutisht thelbësor. Dhe kjo na çon drejt e te pika më e fortë e teorisë së tij. Knight argumenton se fitimi i vërtet ekonomik, ai fitimi sipërmarrës, nuk vjen nga menaxhimi i riskut, pra i diçkaje të matshme. Jo. Fitimi ekziston sepse dikush, sipërmarrësi, është i gatshëm të marrë vendime dhe të investojë burime në një botë të pasigurt para se të dihet se çfarë do të ndodhë. Fitimi është në thelb shpërblimi për të mbajtur mbi supek të bardhë të pamatshme. Kjo na jep një shpjegim brillant për rolin e sipërmarrësit. Mendojeni pak, punonjësit, kreditorët, ata duan siguri, ata duan pagën e tyre fikse, të parashikueshme. Pra çfarë bëjnë? Ata në thelb i ashesin pas sigurinë sipërmarrësit. Dhe sipërmarrësi, si i fundit në radhë, merr atë që mbetet pasi të jenë paguar të gjithë të tjerët. Kjo e kthen firmën në një mekanizëm për të vepruar në kushte pasigurie. Por, natyrisht, një ide kaq e madhe dhe me kaq shumë ndikim nuk mund të kalonte pa u kundërshtuar. Në fakt, ajo ndezi një debat të zjarrt gjithëpërfshirës që vazhdoi për dekada me radhë. Tani, le të hedhim një vështrim mbi 5 kritikat më të fuqishme që ju bën teorisë së Knight. Dhe përballë tij nuk u rreshtua njerëz do si do, por disa nga mendjet më të ndritura ekonomike të shekullit të kaluar. Këta 5 mendimtar nuk thanë se Knight e kishte plotësisht gabim, por secili prej tyre sulmoi një pjesë të ndryshme të kështjellës së tij teorike, duke filluar nga vetë arsyeja pse ekzistojnë firmat, e deri te burimi i vërtetë i fitimit dhe natyra e vet pasigurisë. I pari, Ronald Coase. Ai erdhi me një shpjegim krejt tjetër. Për të, firmat nuk ekzistojnë për shkak të pasigurisë, por për një arsye shumë më praktike, sepse është më i lirë të organizosh punën brenda një kompanie sesa të bësh pazare të negociosh kontrata për çdo gjë në treg të hapur. Pra, thelbi është ullja e kostove të transaksioneve, jo menaxhimi i pasigurisë. Pastaj vjen Joseph Schumpeter, i cili e shihte sipërmarrësin krejt ndryshe. Për të, sipërmarrësi nuk është thjesht dikush që rri dhe duron pasigurinë. Përkundrazi, ai është një forcë aktive, dinamike, një inovator që trazon tregun duke sjellë produkte, metoda apo tregje të reja. Dhe fitimi sipas Schumpeterit është pikërisht shpërblimi për këtë shkatrim krijues, jo thjesht për durimin e mjegullës. John Maynard Keynes, nga ana tjetër, tha se Knight nuk shkoi aq larg sa duhej.
Për Keynes, pasiguria nuk shpjegon vetëm fitimin e një firme të vogël. Jo, ajo shpjegon lëkundjet e mëdha, paqëndrueshmërinë e gjithë ekonomisë. Kur e ardhmja është kaq e panjohur, vendimet e mëdha për investime nuk bazohen në llogari të ftohta, por në optimizëm apo pesimizëm kolektiv, ato që ai i quajti famshëm instinktet shtazore. Më vonë, një brez i ri mendimtarës, theoricienët e vendimarrjes si Savage dhe Ellsberg, sulmuan vetë idenë se pasiguria ishte e pamatshme. Ata argumentuan se edhe ku nuk i dim shanset objektive, ne prap veprojmë bazuar në besimet tona subjektive. Ata u përpoqën ta kthenin gjithçka në një problem matematikor, duke thonë se gjua e Knight ishte shumë filozofike dhe jo aq rigoroze. Dhe së fundit, Armen Alchian solli një perspektivë evolucionare. Ai pyeti, po sikur suksesi të mos vi fare nga gjykimi superior i një individi. Në një botë të pasigurt, shumë firma aprovojnë strategji të ndryshme, disa dështojnë, disa ja dalin man. Tregu sipas tij vepron si një filtr natyror, thjesht përzgjedh ato që funksionojnë. Kjo e zbeh pak rolin heroik të sipërmarrësit genial. Pra, pas gjithë këtyre sulmeve intelektuale, ku jemi sot? A u rrëzua teoria e Knight? E po, këtu historia merr një kthes interesante. Tani, kalojmë nga konflikti te sinteza, për të kuptuar se cila është trashëgimia e vërtetë e këtij debati 100 vjeçar. Ky citim e përmbledh në mënyrë të përsosur. Trashëgimia e Knight nuk është një teori e paprekshme dhe e përkryer. Jo, trashëgimia e tij është se ai nisi një nga debatet më të rëndësishme në ekonomi, si të mendojmë dhe si të veprojmë në një botë ku e ardhma nuk mund të njihet plotësisht. Ai bëri pyetjen e duhur. Në fund të fundit Coase, Schumpeter, Keynes dhe të tjerët nuk e mundën Knightin. Ata u angazhuan me të, ata e sfiduan, e pasuruan, e ndërtuan mbi idenë e tij. Vetë fakti që mendjet më të mëdha të shekullit të 20 u ndjen të detyruar t'i përgjigjeshin, tregon se sa e fuqishme dhe sa thelbësore ishte pyetja që ai shtroi. Dhe kjo na lë me disa mësime të arta, të qëndrueshme. Së pari, ekonomia nuk është një makinë e parashikueshme. Së dyti, sa do të dhëna të kemi, ato mund të na ndihmojnë me riskun, por nuk e zhdukin dot pasigurinë. Gjykimi, guximi dhe madje edhe për ulësia përballë së panjohurës janë aftësi thelbësore ekonomike. Dhe në një botë të mjegullt, të jesh fleksibil është shumë e vlerëshme se sa të kesh një plan të saktë për të gabuar. Dhe për ta mbyllur, ka një metaforë të fundit që e kap në mënyrë perfekte gjithë filozofinë e tij. Imagjinoni 3 udhëtar që arrin para një ure të mbuluar nga një mjegull e dendur. Udhëtari i parë, plot vetbesim arrogant, niset të kalojë urën, pa u menduar 2 herë. I dyti, i paralizuar nga frika e spanjohurës, nuk lëviz fare nga vendi. Por udhëtari i tretë, ai e pranon mjegullën. Ai ecën përpara, por me kujdes, duke e testuar terrenin me çdo hap, vigjilent dhe i gatshëm të ndryshojë drejtim nëse është nevoja. Knight, padyshim, do të mbështeste udhëtarin e tretë, sepse kjo nuk është as arrogancë e verbër, as paralizë nga frika. Është veprim inteligjent dhe i përshtatshëm në një botë që le ta pranojmë, kur nuk do të jetë plotësisht e njohur. Ky është shpirti i vërtetë i sipërmarrjes, ky është shpirti i progresit njerëzor. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje për kohën tonë. Ndërsa mbështetemi gjithnjë më shumë tek algoritmet dhe të dhënat, si sigurohemi që të mos harrojmë vlerën e pashmuar të gjykimit njerëzor, ata aftësitë pamatshme për të lundruar në mjegullën e pasigurisë së vërtetë. Ideja e 100 vjeçare e Frank Knight na fton pikërisht të mendojmë për këtë sfidë moderne.